emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Përshëndetje të gjithëve, Ylli Sula është botuesi i gazetës Chelsea, medias simbol të real estate-it, të informacionit, të njoftimeve, dhe të imagjinoni që ka botuar deri tani nga 15-16 milion njoftime, çdo shqiptar të paktën i bie nga 5-6 herë të ketë botuar në median tënde. Një bilanc i jashtëzakonshëm. Mirë se erdhe. Falenderoj. Falenderoj unë sepse ky podcast për real estate-in, për informacionin e tregut imobiliar nuk do kishte kuptim pa botuesin e media simbol të saj, pa kujtesën e saj historike, pa arkivën e gjallë të këtyre viteve tranzicionit. Është e vërtetë në fakt që Chelsea në këtë sektor të njoftimeve në përgjithësi dhe veçanësisht të real estate-it është një arkive gjallë që vazhdon. Në vitin 1998, sa kishim dalë nga 1997, nga rrëmujet e piramidave, u bën zgjedhjet atëherë, në 98 prapë rrëmuja, ndërkohë që Shqipëria luante lojën historike, ironike të rrëmujës, ty të shkoj mendja të botosh një gazetë të re, e cila s'ka pasur dhe histori në Shqipëri. Si lindi ideja? Nevojë ishte apo instinkt? Në fakt, Chelsea do kishte dalë në 95-ën, sepse idenë e Chelsea-t 95-ën. Unë e kam marr kur isha student në Francë. Në atë kohë, këto gazeta si Chelsea, me njoftime të gjitha llojeve, ishin ndër më masivet. Po jo vetëm Francë. Edhe në Francë unë kam parë që vetëm për këto gazeta, unë aty e pash, domethënë në Francë, për këto gazeta ishin e vetmja gazetë që mbaj radhë, dilej siç dilim në kohët e radhës qumshit të detyrueshme. Dilin në radhë sepse kush e merrte informacionin i pari dhe bënte telefonatat e para. Po, sepse ishte periudha që s'kishte internet, s'kishte celular, s'kishte asgjë nga akoma tregu ishte. Që duke parë këtë në Francë, dhe unë vija kur isha me studime në Francë, vija shpesh do 3 muaj vija këtu, e ndiqja situatën dhe ishte një gjë që mungonte komplet kjo. Dhe kur mbarova masterin, u ktheva këtu dhe kisha si ide që të hapja një gazetë të tillë njoftimesh. Vi në 95-ën për ta hapur këtë gjë. Fatmirësisht më shkoi mendja tek një detaj. Shkova tek Alp Telekomi dhe pyeta sa numra telefoni kanë Tiranë. Në 95-ën në Tiranë gjithsej kishte 25.000 numra telefoni fiks. Thash nuk bëhet. Sepse sa duhesh? Sepse po duhet të dilje me një gazetë ku Fredi do njoftonte duke thënë që shes shtëpinë apo jap me qera apo kërkoj të punsoj këtë apo të bëj këtë, do të ditë një numër telefoni. S'kishte numër telefoni, çfarë do thoshte Fredi, adresa nuk ishte, kështu që thash nuk bëhet. Dhe e lash këtë gjë. Në 95-98. Në gusht të vitit 97, Alp Telekomi lançon një fushat ku thot 40.000 numra të rinj telefonik për Tiranën. Kishin marrë një central të ri. Ishte njoftimi më i madh që ishte marrë në jetën tënde. Thash tani u bën 60-70.000 numra në Tiranë. Mund të filloj kjo gjë. Dhe kështu filloi Chelsea, regjistrova kompaninë me njerë, u bë ajo faza përgatitore dhe numri i parë ka dalë në 17 mars të 98-s. Njoftimi i parë kush ishte? Se mbaj mend këtë. Nuk e mbaj mend. Por kemi punuar nëse gazeta fillimisht dilte një herë në javë dhe pastaj u bë 2 herë në javë. Fillimisht ne dolëm me 16 faqe dhe në pas 7-8 vitesh ishte gazeta me numrin më të madh të faqeve në treg, 56 faqe. Ti e di ke punuar media dhe ne atë kohë kemi qenë 24 faqe, maksimumi shkon deri në 36 dhe në suplement në fundjavë në herë kulturor shkon deri 48 faqe. Ne për të nxjerrë muajin atë numrin e parë kemi punuar rreth 1 muaj. Do thonë kemi shpërndar 3 veta ishim. Gjithsej. Kemi shpërndar në Tiranë
prodhuam disa fleta kështu Volante. A5, ku nga njëra anë bënim atë thirrjen reklamimin e Chelsea-t për njerëzit që të publikonin, dhe nga ana tjetër kishim modelin e njoftimit, që njerëzit ta plotësonin. Si formular. Dhe ndërkohë, po, vendosëm 40 kutia, si kutia postare të verdha, Në për Tiranë. në katër cepat e Tiranës, nga Po, kinostudio në fusin? kombinat, që njerëzit të fusin këto njoftimet Shkonin? aty. Fusin? Absolutisht. Po. Prodhuam në atë kohë 100.000 nga këto volantinet. Prodhimi i parë që ka qenë. Që sepse donim që t'i shkonim njerëzve tek shtëpia, se nuk ishim të sigurt që njerëzit do vinin tek zyra, që kishim hapur në zyra e famshme e Chelsea që e kemi Bulevardi. sot e kësaj dite tek bulevardi i Zogu i Parë përpall maternitetit vjetër. Dhe rreth 1 muaj kohë na u desh që të nxjerrim numrin e parë dhe pastaj mbajtëm ritmin çdo javë, 2 Grumbulluat javë. në forma të tjera apo kjo ka qenë forma e Jo, parë? kjo ka qenë zyra dhe pjesa Dhe e 40 këtyre kutia. kutive. Po. Po, Po çuditërisht në atë kohë ka pas dhe njerëz që dërgonin me postë njoftimet. po, çova një letër Me më në post, të shkoj rrugës Mohomi. I çonin dhe me postë njoftimet. Si u prit numri i parë? Dhe a Numri- kishte që toshin që kjo Numrin e nuk do- parë nuk do funksionoj. ne numrin Se- e parë më kujtohet tani kemi prodhuar 15.000 kopje dhe numri i parë ka qenë i vetmi numër që është shpërndar falas. Pra e shpërndam numrin e parë falas, Nuk e që të dinin të zi vazhdonin njerëz atë, po se se viktimat në kuptimin e tregut, kur merr diçka falas është një shprehje, dije që malli je ti. po mirë, dakor, po. Se kishte çudin treg, thanë që kjo s'do funksionoj, to terësët e Pojanit që nga s'mungojnë nga asnjëherë. të gjitha anët, madje mund të them që un kur nisa Chelsea-n që pata iden, ja propozova dhe disa njerëzve që i njihja Po. dhe më kompletonin në atë idenë që kisha unë se Për një çfarë skuadër. duhej për ta bërë Po. këtë media, më kompletonin. Dikush kishte një njohje për tregun e real estate-it, që në këto lloj mediash është tregu numër 1, krahas tregut të E punës. refuzoi. Krahas tregut të punës. Jo, fillimisht u tregua interesuar, por pikërisht me këtë idenë që S'do nuk i funksionoj. besonte që s'do funksionoj, u tërhoq. Po kështu dhe një person tjetër të cili kishte eksperiencë në pjesën e faqosjes grafikës, sepse ti e di që duheshin Po, faqosës në atë kohë. Sidomos ai Sidomos lloj për atë lloj gazete gazete që çdo sikur njoftim qeroje duhet Oriz faqoset Bulgar me kështu. Doreza Eksakt. Boksi. Dhe të dy u tërhoqën sepse i hyri kjo pjesa e mosbesimit që do funksiononte. Von familjet tanë, ai shkreti çoni ka rrjedh, lekët që kishte. Jo, në familje kanë pas fatin nuk kanë hyrë ndonjëherë në këtë gjëra. Domethënë e kanë parë me kohë që përgjithsisht kur janë futur një gjëje i kam dalë me atan. Kishin besim. I kam dalë, kishin të Besoj se ke tronditur një bursë në atë kohë. Dhe ka qenë bursa e njoftimeve, falas gjithashtu, por që bëhej nga ato që quheshin, edhe që quhen akoma sekser. sekser. Dhe qendra e tyre ka qenë ke Kafe Europa tek Nën Kaçet afër Partizanit Aty mes Panjor. Partizanit Panjor dhe Kafe Europës. Po, aty ishte si ishte ajo periudhë dhe si funksiononte ai treg në atë kohë, praktikisht Chelsea zhduku tregun e sekserve. tregun informatik. Sepse tregu i sekserve bazohej mbi fshehjen e informacionit. Pra se cili nga këta sekserët që dilin aty, kishte duke xhiruar, duke bredhur në përlagje, duke pyetur, duke u identifikuar me këtë lloj pune, kishte X njoftime, njifte Fredin dhe Fredi thoshte po shes shpinë apo du t'jap shpinë me qera. Ylli po kështu tjetër dhe secili nga këta kishte këta Fredin dhe Yllin e vet, klientët e atje. vet, që i mbante me shumë xhelozi të fshet nga konkurrentët e tjerë. Siç bëjnë agjentët Nga sot. konkurrentët e tjerë. Ndërsa Chelsea çfarë bëri? E nxori informacionin në treg. Kështu s'kishte më nevojë për këta. Tregu. Ti ishe si ai që tregon Kadareja që në momentin që doli baruti, pushka, pastaj gjithë zanat edhe legjendat shkuan dhe u fshehen në përshpella. Eksakt. Në këtë rast Por i fenomeni sekserëve bëri mirë tregut. vazhdon akoma sigurisht. Është shumë pak, po i bëri mirë tregut sepse Më ka thënë një nga këta sekserët e vjetë, më ka thënë një shprehje të bukur. Tha, sekserë është ai tha që merret gjithë jetën tha me shtëpitë e tjera dhe vetë nuk ka shtëpi. po është si puna historia e vjetër e kpucarit që vu për Që s'bën kpuc. puc të veta. Që vu për kpuc.
Po, por si shkove nga një herë në javë më Po, duke qenë të vetëm në treg, suksesi i Chelsea-t tregohet në këtë pikë që ne arritëm në break even, pra në barazim të rezultatit, mbas 9 muajsh. Investimi me të ardhurat. Eksakt. Që shleu investimi. Mbas Return of investment në 9 muaj. 9 muaj. Është një nga bizneset Tani, më rentabël në botë. Tani, por këtë po të them pra. Kur e kuptove që nuk po botoje një gazet, po ndërtoje një treg? Ka pasur disa sinjale për këtë gjë. Është një detaj që është edhe si thosh pak edhe zbavitës kur e marrin sot. Këta agjensit pasi u dolën sekserët nga tregu, agjensit krijuan për herë të parë shoqatën e parë të agjensive. Dhe një pjesë të këtyre ishin klientë të Chelsea-t. Një pjesë tjetër nuk vinin tek Chelsea dhe i kapi një lloj paniku disi që Chelsea do na Chelsea do na zhduk dhe ne siç u zhdukën sekserët. Dhe patën një ide mes tyre që të bëjmë dhe ne, pse të shkojmë të publikojmë tek Chelsea, të bëjmë dhe ne një gazetë tonën ku të publikojmë aty gjitha njoftimet tona, si gazetë. Dhe mja dy nga këta që ishte dhe klient, më thonë që kështu kemi menduar aty ke agjencia që të bëjmë një gazetë dhe duam që të publikojmë aty ke kjo gazeta. Dhe si të duket kjo gjë ty? Bëni shumë i që e bëni, sepse do kuptoni çfarë do thotë bësh një gazetë, dhe që është një zanat vërtet më vete. Dhe dyta i thash, kujdes, kur ta publikoni, para se ta publikoni, vendosni se cili nga ju do jetë në faqe të parë. Dhe aty pasaj fillon ajo gjithmonë, sepse janë në konflikt interesi, sepse normal, aty do thot Fredi, po prit më si tjetë faqet parë dhe ylli, kur ylli është një agjenci e vogël. Pasaj duan gjithë vend parë. Keni pas edhe njoftimet të shumë llojeve, edhe mes cilet njoftimet e takimeve. Edhe akoma i kujtojmë ato ke faqja parë, unë do dal me një gazetë në dorë, brapa Skënderbeut, me banane në dorë. Shiko, kam mbetur një dy gjëra që janë interesante. Ky është momenti. E para njëherë që njerëzit mendonin që shumë nga ato njoftime ne i publikonin vetë. Si Sajoshit. Të betohem që jo vetëm që nuk kemi saju asnjë njoftim ne vetë, por ka pas X njoftime që nuk i publikonim sepse ishin vërtet shumë të çuditshme. Por nese, për të dalë tek ajo pjesa më kështu, nga ajo kohë ngel një histori që besoj nga X histori të tjera që është më, domethënë, më përfaqësuesja që për të thënë që fund fare që me Chelsea mbaro punë. Kjo është ideja. Vendos një vajzë, një njoftim, dhe thot mes të tjera, thot jam një vajzë, kaq vjeçe, jam e virgjër, dhe kërkoj një djalë duke vënë ato parametrat e veta. Dhe me sa duket i përgjigje dikush dhe takohen, pëlqen dhe bëjnë ato gjë që duhet bënin, domethënë. Dhe ky djali pasi mbaruan, thot, po falë, po ti pas ke gënjur, mor. Pse i thot? Po ti nuk ishe i virgjër, thot. I thot ajo, po ti do kesh lexuar atë njoftimin e dytë, se unë kam pas, do kesh lexuar njoftimin e parë, thot, sepse unë kam botu dhe një të dytë ke Chelsea, ku nuk thoja më. E kjo ishte ajo prova që Chelsea funksiononte. Okej, po pas ka qenë provë mbi prova. Okej, ta fusim pak në shinat serioze. Ka pas historira në atë kohë, edhe të tjera të lezetshme. Një tjetër që kam për nivel personal është bukur. Ne kishim kur nxorëm atë publiciteti që thash që prodhuam to volantinë, ngjitëm postere nëpër shkallë, pallatesh, kudo që në atë kohë çfarë kishte mundur, domethënë gjithandej Chelsea. Kishim një personazh kështu pak karikatural, si ke logoja, ke emri jon i Chelsea, ishte personazhi si maskot. Jon, po si maskot, eksakt. Dhe që mbante një çelës ky, e mbante Chelsea në krah, ishte fjala çelës
e shkruar në formën e Chelsea, siç e ka pasur logon Chelsea, dhe përballë ishte një derë me një vrim Chelsea, dhe dera që thoshte sa të kam pritur. Ishte në filliet e veta. Dhe një ditë duke u kthyer nga shtyp shkronja natën vonë, ne kishim vënë këto dhe ke makinat, këto slogane gjëra, gjitha me radhë, dhe një polic përpara. Dhe ndalojun, tha sa të kam pritur unë ty. Unë s'ka pasi gjë fare. Dokumentat, i thash unë, dokumentat, i thash, drejtori i gazetës Chelsea, i thash unë, filani, ju prezantova. Po ta dishti sa s'të kam pritur unë ty, tha. Prita i theshëm, po mirë, s'ka kalu njëri, thashun, deri tani, se mendova që mos kishe anë me vënë i gjofri, që s'ka kalu i tjetër. Mua më pasi prit ka shumë. Ore dha, i lexoni këto reklamat që boni ju, apo si lexoni as veta këto që shkruni ju, sepse lexoj këtë dera makinës ky Chelsea sa të kam pritur. Dhe ai shkreti që po bëndo humor. Ai do të bë humor, thonë ishte ora kaq e natës, kishte dëgju për Chelsea, i doli kjo makinë aty me atë. Sa të kam pritur. Bukur, pas që e bukur. Kush ishte informacioni më i veçantë, më i çuditshëm që ke botuar ne? Nuk di të them. Varet se nuk di të them, po mund të them këtë për shkakun që tek Chelsea që një moment që nuk ndodh më sot, se s'ndodh jo për shkak të internetit, po s'ndodh sepse kështu janë sot nuk bëhen më këto të tilla, ke Chelsea për shkakun janë shitur dhe hotele. Në një moment caktuar. Hoteli tërë shitej. Ke Chelsea s'kishte ku ta njoftonte. Po ti fitoje ndërmjetësime? Ja, s'kemi. Chelsea është vetëm publikim. Meqë përmendej që është shit edhe hotel. Po. Çfarë vlerash kanë qenë vlerat më të larta që kanë lëvizur për shkak të Chelsea? Mos gaboj unë, një vlerë që ka qenë në një moment në Shqipëri, një nga vlerat më të larta për atë kohë ka qenë 1.2 milion euro. Kur çfarë periudhë bëhet fjalë? Po flas duhet jetë para këtë që thash hotel. Hotel. Në Tiranë. Duket ka qenë në periferi të Tiranës. Me shumë dhoma. Po. Edhe një hotel tjetër nuk e mbaj në jug, po s'më kujtohet tamam. Bëhet fjalë përpara diku nga viti 2016 ndoshta. Po ai jugut në këto vlera ishe? Hoteli? Ky më kujtohet që kjo 1.2 ka qenë vlera më e lartë, pastaj nuk e di kush ka qenë më kështu. Kush ka qenë periudha më optimiste e real estate-it? Optimiste në kuptimin e tregut të konsumatorëve, të blerësve, të klientëve. Vështirë të thuash periudhë optimiste apo jo, po do t'jap një diçka të tillë që ne kemi bërë duke u nisur nga ajo që ti the që kemi disa milion njoftime, pra e kemi kaluar, jemi afër asaj shifre 16 milion njoftime. Në ditë dhe 16 milion. 16 milion njoftime në këto 28 vite. Unë pata idenë në vitin 2019 që këtë databazë të dhënash, siç e themi shumë të drejtë, bota është informacion. Këto të dhëna do ishte fatkesi që ne t'i linim ashtu thjesht apo t'i vinë në arres. Dhe pata idenë pikërisht e ndërtimit të indeksit të parë privat, i cili edhe sot është indeks i vetëm në Shqipëri për çmimet e pronave, që quhet indeksi Key Data Albania, të cilat i referohen, ne bëjmë çdo 3 muaj këtë indeks. Por në fillim na duhej që ta konceptonim indeksin. Se, të kesh idenë është gjë tjetër, po një indeks nuk bëhet siç bëhet një gazetë. Duhet me profesionist. Duhet profesionist, sepse aty njohin tregun, ekonominë. Jo, po duhet të kesh, e para herë duhet përcaktosh sipas natyrës tregut ku je metodologjinë. Pastaj nga metodologjia duhet të ndërtosh një algoritëm që i përshtatet këtij tregu. Pastaj kur ushqet me informacion algoritmi, ushqet sjelljen e vet. Dhe ne aty bëm një data entry që i thon ata, pra të gjitha të dhënat që ne kishim i hodhëm të digitalizuara, i hodhëm në këtë indeks sipas algoritmit dhe dolën indeksi i parë historik që ishte nga viti 2005. Shko, absolutisht përpara bankave, indeksi ishte nga viti 2005 në 2019 i pari. Pastaj çdo 3 muaj. Dhe bankat, për të thënë një detaj të vogël,
Kështu në atë kohë që ne po bënim indeksin, po ku më përpara se sa të bënim indeksin, dhe kjo ishte një nga elementet që ma përforcoi atë idenë pse duhej indeks, na erdhi Banka e Shqipërisë dhe na kërkoi të kishte nga një, nuk më kujtohet, të kishte nga një kopje të gazetës, të gjitha numrave të gazetës Chelsea, të 10 viteve të fundit, sepse Banka e Shqipërisë po donte të bënte një studim tregu pikërisht për çmimet e pronave. Dhe nuk kishte asnjë gjurmë tjetër në këtë vend, edhe sot e kësaj dite nuk ka për atë periudhë një gjurmë tjetër që të jetë kaq gjithëpërfshirëse, ndërsa indeksi i data i Chelsea është një indeks gjithëpërfshirës. Pra, nëse i kryzon të dy indekset, mbulon gjithë tregun e pronave. E kuptoj. Ku janë të vjetra dhe të reja. Kjo është një nga shërbimet e mëdha që ka bërë Chelsea, domethënë përveç informimit që ka bërë, sepse ka sjell një indikator profesional me të cilën gjithë profesionistët e tregut, qofshin të agjencie imobiliare, por edhe ndërtuesit, edhe studiusit apo agjentët, brokerat e kështu me radhë, i referohen. Chelsea ka qenë gjithmonë një biznes social, në kuptimin që i ka ardhur në ndihmë njerëzve për sa kohë dhe nisa thotë që ne jepni mundësinë që të publikon njerëzit merrin informacion falas dhe të publikonin dhe falas njëkohësisht. Kur ishin individ deri në 2 njoftime. Ka qenë një periudhë deri në 2 njoftime kemi ne. Njerëzit e fillonin ditën me gazetën Chelsea, absolutisht, me stylaps në dorë, nëpër tavolina, nëpër kafene. E mbam kur ka qenë ajo kulmi i kësaj periudhe. Kulmi e asaj periudhe ka qenë në vitet 2000 po them 4-5 deri nga vitet 2017, 2016. Kjo ka përkuar edhe me... Pra, është një 10 vjeçar. Dhe kjo ka përkuar edhe me bumin e ndërtimeve. 10-12 vjeçar. Dhe nga viti 2012, kur filloi portali ishte si një zgjatim i gazetës. Vazhdim. Pra, një zgjatim. Që e kishim kështu, gjithçka falas edhe për publikimet aty nuk i merrnin gjë. Si gjitha gazetat e prindrit në atë kohë. Që hapa website. Erdhi një moment ku pastaj filloi kjo gjë, që portali të hynte në treg derisa erdhi një moment ku për disa vite ne gazeta që vazhdonim të nxirrim në treg nuk na zinte më shumë se 5-6% të tregut ton, çfarë na sillte. Ka pas një tregu imobiliar shqiptar flusk, kriz? Jo, në mendimin, në besimin tim jo. Flusk jo, deri tani nuk kemi pas flusk. Top frik? Pikpyetje, frik ka momente, domethënë ka momente frike, ka momente frike. Po pikpyetje? Pikpyetje vazhdimisht. Pikpyetje ka vazhdimisht. Ka pas periudha ulje të çmimesh? Jo, ka një rregull se të temi për edhe të pashkruar, por edhe të shkruar, se është thënë e sërthën kjo gjë. Në real estate ka maksimumi, do të thënë stagnacion, kjo mund të jetë maksimumi. Por rënje që të bjerë do të ketë vërtet një kriz. Dhe është e përkohshme. Do të ketë kolaps, jo kriz, jo vetëm kriz, se kriza çon stagnacion. Mund të themi 97 për shkak, siç ishte. Shkon në stagnacion. Ose siç ishin krizat e 2008-s në Amerikë apo 2008-2009 në Greqi. Një shprehje të famshme të baronit Rothschild. Thotë when there is blood on the streets, it's time to buy properties. Domethënë vetëm në 97 ka qenë, por ne në 97 nuk ishim në treg, nuk e mas dot se sa. Nuk e mas dot se çfarë rënie ka pas. Ka qenë një periudhë paksa. Por me që po flisim për indeksin, ajo që mund të them është që nga viti 2005, sepse parametrat të tjerë të indeksit, përveç gjithë përfshirjes, është edhe cilësia e kampionit që ti ke, pra cilësia të dhënave, por është edhe viti 0. Se viti 0 në indeks është viti që ka vlerë 100. Sepse viti 0 duhet të një vit neutral. Nga ekspertët që morëm, që ishin ekspertë që na i ofroi Bergji, Banka Europiane, për ndërtim dhe zhvillim, për metodologjinë, për algoritmin dhe për përcaktimin e këtij. Kë morën si vit 0? 2005-ën, çuditërisht ka qenë një vit zgjedhor, por sipas vlerësimeve të ekspertëve ishte një vit i cili në nivelin e real estate-it ka qenë një vit neutral.
Se viti 0 duhet të jetë një vit neutral, pasi duke pasur vlerën 100. Neutral se në ky treg. vit 0 në treg. Duke pasur vlerën 100 ky viti 0, që pastaj të thuash u rritët çmimet me 50% mbi këtë 100, apo ran 8%, po mbi këtë 100. Pra mbi këtë kampion. Në qoftë se ky 100-a, Mbi këtë vlera etalon. 100 është një vit për shembull shumë i lartë, gjithë referimi që do vi mbrapa do jetë i gabuar. Nëse ky është një vit shumë i poshtëm, përsëri do jetë i gabuar. Prandaj viti 0 që ka vlerën 100 duhet të jetë një vit neutral. Dhe ekspertët përcaktuan vitin 2005 si vit neutral. Dhe ajo që do të thoja për këtë, nga viti 2005 me zgjedhjet dhe si janë marrë me nga viti 2005 deri në vitin 2019 që nxorëm indeksin historik. Periudha kur iku e Majta nga pushteti dhe u rikthye Sali Berisha për periudhën pastaj 2005. Unë më të them që deri në ditët në këto moment që po flasim, pra në indeksin e fundit, çmimet po të marr një referencë vetëm për Tiranën. Nga viti 2005 deri aktualisht ne po flasim për diku ke 320 e ca %. Pra janë tre fishuar. E më shumë. Po. Nga ç'është periudhë deri në ç'periudhë? Nga 2005 pra që është Nga viti 0. 2005 deri më sot. Deri sot. Çdo pronë që ka vletur le të themi $100,000 në atë kohë, sot vlen 320.000. Kështu duhet ta kuptojmë. Po. Sa i bie tani në 25 vite, më pak se 5 vjet, 6 vjet për të dyfishuar vlerën e pronave. Pra kaq është periudha. Kështu që për të gjithë ata që investojnë në real estate, do të kuptojnë që në Parimi i Shqipëri, real estate-it nuk është vetëm Shqipëri, po parimi i real në gjithë estate-it botën, po flasim për është- ciklin në Shqipëri. ka Cikli kohor për të vazhdimisht dyfishuar rritje- vlerën e pronës në Shqipëri është 5 vjet, maksimumi 6 vjet. Kaq, apo. po, me nëse jemi ke trendi ku nuk ka periudha krize që është Po stagnacion. flasim për. Po flasim Nëse për flasim për një trend normal rritje, po, nuk po flasim për kolapse. po. Ato janë tjetër gjë. nëse flasim për një trend normal rritje, mund të themi që një periudhë më e afërt është pjesa e 8 vite, 8 maksimumi 9. Për dyfishim. Nëse kthe kokën pas, do ta kishe bërë prap? Absolutisht po. Besoj që po. Besoj që po, sepse nuk e di. Mund të kem gjëra që pse s'bëra këtë, pse s'bëra ato të tjera, po nuk e di. Cili është gabimi më i madh që ke bërë? Vështirë ta them. Nuk Me kosto financiare? Gabimi më i madh? me kosto financiar shiko, kemi pasur unë jam natyrë kështu do thoja idealiste apo përgjithsisht jo shumë racionale në ato gjë. Përgjithsisht shkoj me gjëra që më pëlqejnë. Nëse një gjë më pëlqen, më duket që ka kuptim, jo vetëm për mua. Këtë e kam pasur një diçka tjetër, domethënë. Nuk e kam parë asnjëherë vetëm nga e ngushta e imja, që më pëlqen mua, më bën punë mua, më bëj këtë kështu. Sepse është edhe pjesa e i vlerësimi që ti ke në një shoqëri ku jeton. Kujtim më i veçantë që ke nga kjo histori? Janë shumë. Për shumë, tregoj një kujtime gjëra të bukura. Po bënim guidën e parë Tiranës. Guida e parë Tiranës, Tirana 2000, edhe ai një vit i veçantë. Po, si ishte vjeçar i mileniumi. Po. Dhe kishim bërë llogaritjet që do vinte momenti guidën e parë Tiranës, pasi u solla në për shtyp shkronja këtu, nuk më bindën për cilësinë, se nuk flisim si gazeta, që është një produkt. Okej, ne kishim atë letrën e verdhë, që ishte vetmja gazetë në Shqipëri me letër të verdhë. Po, Dhe por ishte në fundit shtypi ishte me zi si për gjithë gazetat e tjera. Ndërsa ke guida e Tiranës flisim për shtyp me ngjyra, do të ishte i produkt i botim cilësor. Nuk më mbush mendje, por një nga këto shtyp shkronjat e këtushme më tha që shiko, për këtë që do të bësh ti, unë kam një partner që bashkëpunojmë dhe që janë në Shkup në Maqedoni. Dhe shkova dhe atje, pa shtyp shkronjën, botimet që bënin bashkë me këtë zotrin, na dha një çmim ata për ta votuar dhe ju futën punës ne për bërë guidën e Tiranës.
kemi punuar një 3 javë, 4 javë e fundit pa ndërprerje, të punoj disa muaj për pjesën e Normal. reklamave, informacionit, Gjithçka. kategorizimit, faqosjes. Dhe po punonim për këtë pjesën përfundimtare për ta mbyllur. Ky zotëria që do ta çonte kujden për shtyp atje, e kishim lënë që do vinte të ditën e diel në orën 12 në drek. Dhe ne vazhdonim të punonim. Kur erdhi dita e premte, e pam që ishim ende mbrapa, se po e bënim për herë të parë. Nuk e Procesi kapshin faqosjes. 12 të së dielës. Të premten ne kemi qenë deri në orën 2 në punë, të shtunën kemi ardhur në orën 8 të mëngjesit dhe të shtunën gjithë ditën, të shtunën gjithë natën. Dhe kur erdhi në orën 12, vetëm atëherë e mbyllëm. Po ndërkohë, duke qenë të bindur ne që do e kishim pas mbaruar këtë punë, E thot Elon Musk, thot, nëse i thua dikujt pastroj shtëpinë për 3 javë, për 3 javë do të pastroj, po i thej për 3 orë, i kishim dhënë është dikujt e sigurt që kishim një gjë do lënë ndodh. me këtë agjencinë, me Lefterin, me Ifnë të Treshin, që ka qenë ndër klientët e parë që ka publikuar tek Chelsea, dhe shkonim shumë mirë, kështu si marrëdhënie. Kishim lënë që do lunim futboll, ne të Chelsea-t me Ifnë të Treshin. Nuk ishte problem, çuna goca, ishte kështu e kishim lënë dhe kishim në ke palestra këtu ke stadiumi dhe ne ishim tani nga ora 8 e ditës shtunë, ora 12 e ditës diel, pa gjumë fare, po fare, dorëzuam këtë gjën tek ai zotëria dhe atëherë dorëzimi si bëj. Nuk ishte kohë akoma CD-ve, gjithë të dje që kishin dalë kështu, hard diskun, kopje unike, e mori ai diku atje që t'ju priste një goditje, mos ju hapte aty, ne kishim humbur çdo punë. Kemi luajtur futboll me këta. Edhe fitot. Nuk pajmë çka kemi fituar asnjë një gjë fare. Pastaj Se ndarromi për happy end. nga një picë gjithë ekipi siç ishim dhe ne dhe ata, domethënë aty. Bashkë me në orën karton. 5 për colla dhe stafin në shtëpia me makinë dhe të betojmë që jam ngrit të martën nga gjumi, ata të shtëpis më kishin ardhur disa herë, merr frym ky robi. Mos ta kujto litarin në shtëpinë e parë, se na ka ndodhur me 10-300 herë. Kështu kujtimesh ka pasur plot gjëra kur kemi bërë guida turistike që kemi dalë në përrethë. Të bëjmë një pyetësor të fundit. Edhe një gjë tjetër, një seri bukur kujtimesh, tek Chelsea ne kemi krijuar një traditë të hershme që me gjithë stafin, se ka qenë një moment ku ajo Chelsea tani për shkak të online-it ka një reduktim. Ka qenë një moment ku ne shkuam deri në 102 punonjës. Dhe shumë herët, që nga viti besoj 99, maksimumi 99, ne kemi bërë me stafin një udhëtim në vit, të cilit stafi i vuri emrin një herë në jetë. Se unë duke pasur një eksperiencë si guide turistike, dhe duke pas shëtitur vendin, duke pas shëtitur shumë, i çoja në për vende kështu, kemi si guide. Ne kemi kaluar me çadra për shembull tek ai ishulli në Presp, me çadra në Valbon. Shkonim, domethënë në vende nga më të ndryshme që ata i vun stafi i vuri vetë emrin një herë në jetë sepse ishin vende ku nuk kishin pasur mundësi të shkonin. Dhe vërtet zgjodhet të tilla. Edhe këto kanë qenë domthon kujtime të bukura nga gjithë. Patjetër sepse krijohet një lloj institucioni. Është si puna e retreateve, si puna e guidave, si puna e udhëtimeve dhe janë gjëra që i shoqërojnë kujtimet njerëzore deri në fund të jetës. Okej, pyetësorin të fundit. Kam 10 pyetje, dua 10 përgjigje, por pyetjet janë një fjalë që e simbolizon përgjigjen. Dhe si do i përgjigjesh me një fjalë? Me një fjalë duhet përgjigjesh? Me një fjalë. Tirana. Kantier. Tranzicioni. I shëmtuar. Pasuria. Shpirtërore. Rreziku. I heq monotoninë jetës. Po, adrenalin. Adrenalin. Antimonotoni. Gazeta. Lexim. Dashuri. Interneti. Konsum. Shtëpia.
familja. Shqiptarët, Njisha, suksesi, relativ. e ardhmja, Nuk përgjigjem dot me një fjalë për këtë. përgjigjem sa të duash. Do ta bëj një prej. Nëse nuk njeh veten dhe nga vjen, do jetë në duart të tjerëve. Shumë faleminderit që ishte në pjaca dhe si Faleminderit. gjithmonë, Kënaqësi. kam një këshill për gjithë që duhet ta mbajnë pjacën lart, siç e ka mbajtur Ylli Sula me Chelsea-n e tij për 28 vite. Shumë Faleminderit dhe mirupafshim.